Kash qershor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Përplasja midis Elon Musk dhe Donald Trump dihet që do ndodhi. Se çfarë ka ngjarë realisht askush nuk e di. Problemi është që Trump dhe Musk janë dy persona me ego të madhe. Dhe prania e Muskut në Shtëpinë e Bardhë kishte krijuar idenë nga media e majt sikur ai ishte presidenti real. Ndaj Trump po priste që të përfundonte afati i tij si punonjës special i qeverisë 130 ditë, me sa dukej Musk donte të qëndronte më shumë. Musk ka qenë shumë përcaktues në kabinetin e zotit Trump. J.D. Vance u mbështet nga ai mbas propozimit nga Tucker Carlson. Filloi një fushat madhe për të shkurtuar mbeturinat e mëdha shpenzimet të mafund nga vërmentit, por reagimi ishte masiv. Establishmenti i Washingtonit nuk donte që këto shkurtimet kryeshin. E majtja radikale e portretizoi si një përbindës Musk, filluan reagimet e mëdha ndaj Teslës, por faktikisht Musk e ndihmoi Trump të fitonte. Pa Musk, Trump nuk do të kishte fituar. $250 milion dhe sidomos fushata në Pennsylvania. Trump duket që nuk është aq mirënjohës sa duhet ishte. Kjo duket nga Twitteret e Musk ndaj presidentit Trump. Është një stuhi e cila nisi beftas, por pritet që sot të ketë një telefonat private dhe mbase do të pajtohen. Musk ka kërcënuar me krijimin e një partie të tretë, e cila do të kafshonte shumë nga të dyja partitë e mëdha, por që nuk do të ishte realisht e lehtë sepse sistemi politik partijak amerikan favorizon bipolarizmin. Kështu është ngritur. Të majtët, të djathët. Për brenda partive ka fraksione, siç janë demokratët që ka qendrës, siç ka qenë Bill Clinton, të majt Obama dhe ekstremi i majt, të cilët kontrolluan Bidenin. Tek republikanët është Tea Party, Freedom Caucus, ka konservator real, ka të qendrës, ka konservator fiskal. Pra, larmia e dy partive është e madhe. Musk me të vërtet duroi $250 milion, por përfitimin e pati disa miliard dollar kur Trump erdhi në pushtet. Ka pasur vetëm për këto 2 ditë humbje me $100 miliard aksioneve të Teslës, sepse MAGA vazhdon të mbetet besnik Trump. E ka kërcënuar me dosit e Epstein, që natyrisht Trump e ka pasur ka qenë ato mbrëmje, të përfolura shumë, dhe dosja e këtyre fajlëve nuk po del pikërisht sepse Trump është i përfshirë, thot Musk. Musk nuk mund të fitojë dot ndaj Trump. Musk mund të jetë më i pasuri në botë, Trump është më i pushtetshëm. FBI mund të trokas në dyert e tij. Steve Bannon, kjo figurë pa besueshmëri, ka thënë që duhet ta deportosh. Ai është alien, ka shkelur ligjet e emigracionit, edhe pse deri jo shumë kohë më parë e vlerësonte djathtë amerikane si njëri gjenial, i cili në fakt hapi Twitterin për konservatorët, ka bërë një revolucion të madh me makinat elektrike, me Tesla, në space, gjithashtu, por ka shumë kontrata me qeverinë amerikane. Trump ka thënë që mund t'ja kanceloj kontratat, nuk është aq e lehtë. Sidomos kur është me objekt politik, sepse vetëm Twitteret e Trumpit tregojnë që është një inaç politik. Nga ana tjetër, Musk e pagoi lidhjen me Trump në rënien e aksioneve dhe ka ardhur koha ai të merret me biznesin e tij, Trump të merret me Amerikën. Mund besoj se të dy këta persona e duan vendin, e duan Amerikën. Ndaj duhet ulin hundën egon e tyre për të mirë të vendit. Natyrisht që në çaste të tilla interesi amerikan minimizohet shumë për vende periferike të politikës tyre. Ballkanit, ne.
nuk ka kusht të mendoj për Kosovën, për Shqipërinë. Vizita e kancelarit gjerman tregoi që dikush që ka klas, ka autoritet dhe di të para kushtozoi takimin me presidentin Trump, deri nderuar siç do lej, por disa mesazhe i dha. Trump e kam thënë që ndaj BE-s ka një lloj mos përfillje, një lloj kompleksi, sepse familja e tij nuk rrihet nga familjet aristokrate të Europës, familjet e mëdha. Kancelari Merz i solli certifikatën e gjyshit tij në gjermanisht dhe në anglisht në vendlindjen Frederick, gjerman, i cili 16 vjeç nga varfëria është detyruar të vijë si emigrant. Indirekt i tha që zoti Trump i e brezi dytë, do një gjyshi emigrant. Nuk ka pse të jesh aq ofendues ndaj emigrantëve. Gjermania është mirënjohëse për çlirimin për amerikanëve. Është 6 qershori, dita që ne jemi çliruar, tha, mbase Trump nuk e dinte. Jemi çliruar nga nazizmi dhe faljush. Por dhe sot ju keni një rol të madh për të luajtur. Amerika ka pozita të forta, tha ai. Gjermania ka mbi 3 vjet që rritja ekonomike ose është zero ose negative. E kam thënë disa herë që shteti social gjerman e ka të vështirë të përballojë armatosjen dhe rritjen e një ushtrie reale. Ushtria gjermane është modeste. Duke bërë një spostim të madh me energjinë e gjelbër, duke larguar naftën, qymyrin, energjia në Gjermani kushton 4 herë më shumë se në Amerikë. Kjo e bën biznesin më të vështirë. Prishja e strukturës demografike, 16% e gjermanëve nuk kanë lindur në Gjermani. Hapja e kufirit pa sens. Dhe rritja dhe të ekstremizmit djathtë tregon që Gjermania nuk është më siç ka qenë. Dhe imagjinoni, Gjermania është ekonomia numër 1 e Europës. BE-ja ka probleme. Natyrisht që gjithkush që vjen kërkon të mbrojë interesat e vendit të tij. Dhe përmes ambasadës gjermane i kanë kujtuar edhe presidenti Trump, Gjermania ka investuar 660 miliard dollar në Amerikë. Krijon punë për amerikanë, kompani të mëdha gjermane, prestigjioze. Pra, në këtë rast, edhe pse nuk ka qenë Trump që ka nxitur këto, përfitues është Amerika. Pra, një burr shteti do të donte që të thithë investime në vendin e tij. Nuk po ndodh kështu me Shqipërinë. Oligarkët e Ramës po blejnë hotele, po ndërtojnë këtu. Sasirat e mëdha, miliona dollar që përfitohen në Shqipëri, këtu duhet të jetë roli kryeministrit, i cili, siç e thash, vjen në një vizitë private në 12 qershor. Po të shikosh agjendën e presidentit Trump atë weekend, është në paradën e 250 vjetorit të ushtrisë amerikane, një paradë që do të kushtoj rreth 40 milion ose 60 milion dollar, do të dalin dhe tanke në rrugët e Washingtonit, por 250 vjetori i ushtrisë përkon me datëlindjen e Trump, 14 qershor, e cila është the Flag Day. Trump është 79 vjeçar. Do të jetë Rama spektator në këtë paradë, ku gjithkush mund të marrë bileta free, mund të afrojë Kushneri tek tribuna e paradës. Këto janë gjitha enigma, sepse mungesa e fugës tregon që vizita nuk është zyrtare. Vizita është private, shumë mirë mund të takohet me Kushner që ka pazaret e vjetra, por a do të dështonte vizita e tij ashtu si dështoi ajo e Vučić, se duket sikur ka një regjizor. Dhe a duhet të jenë transparent politikanët shqiptar për gjithçka? Një kryeministër duhet të tregojë agjendën e tij. Një kryeministër duhet të tregojë se kush hyn në zyrën e tij. Çfarë bisedohet si gjithkund këtu. Rama nuk e do transparencën. Natyrisht që kur një kryeministër vjen në Amerikë, unë do t'i uroja sukses
në qoftë se arrin sikur minimalisht të kontribuojnë në të mirën e vendit tonë. Nuk ka rëndësi. Në këtë vend kanë ardhur politikanë komunistë të majt plot. Ka filluar me Tuk Jakovën, të cilin e shoqëronte Fanoli. Dhe Fanoli kur e rregulloi një takim me sekretarin e shtetit, Tuk Jakova mori urdhër që Fanolin mos e merr në takim. Këtu ka ardhur në kapë dhe u ka bërë thirrje shqiptar amerikanëve që ishin pro partisë tij që mos i martoni vajzat tuaja me familjet balliste apo legaliste. Vizita si kryeministri që krijoi ato pandemat e mëdha që u lidh me CIA, ngjoja ishte Mehmet Sheut, i cili vinte në OKB, ka udhëtuar në një vapor me Titon. E ka takuar, vështirë të thuash jo. Janë 15 ditë. Kur u kthye, nuk u kthye në të njëjtin vapor. Kruzer si janë të sotmet me marshallin. Por hoxha sa herë që shkonte në Pogradec fliste në telef me radio me Titon. E faktuar kjo. Kur Mehmet Shehu ka ardhur këtu, ka 2 detaje që duhet të ndaj, kanë pasur speciale në fokus. Shqiptarë amerikanët, antikomunistë, kishën vendosur të bënin një protest madhe ndaj kryeministrit. Te i rrugës ishin disa vorjo e pirot që bënin thirrje për vorjo e pirot. Dhe shqiptarët nacionalistë e lanë kryeministrin Shehu dhe u përgjakën me vorjo e pirotët. Dhe Mehmet Shehu ka thënë atë fjalë lapidar nëse ka thënë reaksionar për atë dhe unë e dashkam. Në atë vizitë Mehmet Shehu ka 2 orë të shtukra tek Muzeumi Metropolitan, ku mund të ketë kontaktuar dhe me qeveritarët amerikanë. Është thënë që hoteli që ka qëndruar ai është i njëjti ku ka qenë Castro. Është një nga vizitat enigmatike dhe do të mundohem darkë të jap edhe një herë speciale në fokusit që kanë patur. Me har shtylla ka dashur të takoj zyrtar të departamentit amerikan të shtetit për t'i ofruar një mesazh nga hoxha që kërkon të lidhen me amerikanët. Nuk kishte vizë, qëndronte në Manhattan dhe nuk e kanë lënë të shkojnë në Washington. Aty ka ardhur një zyrtar dhe kur shtylla ka thënë që unë nuk kam mendimet zyrtarit hoxhës, edhe amerikanë kanë thënë që nuk kemi mendimet zyrtare. Dhe kur ka raportuar në departament, siç e kam gjetur në arkiva, ne nuk besojmë se largimi i hoxhës nga Rusia është real. Ndaj, nuk mbështesim një afrim të time ne dhe largimin nga ata. Ka qenë dhe ministri i jashtëm austriak Tončić, i cili kur ka ardhur ka bërë një takim me sekretarin e shtetit, ka përcjell këto që ambasadori shqiptar ka sjellë sinjale që kërkon të afrohet me ne. Jo, mos u merrni me ta. Pra ky ka qenë qëndrimi asaj kohe. Kur ka ardhur Ramiz Alia, e çuditshme është se ka takuar Shevardnadzen. Është folur shumë që ka pasur kontakte me presidentin Bush, por të paktën me njerëz të administratës tij po. Sepse kur James Baker vizitonte Shqipërinë, fjalën e parë që i ka thënë Ramiz Alis të bie të falet nga George Bush. Dhe në përfundim takimit, Ramiz Alia i ka thënë ju afroj një ftesë për presidentin Bush, do të ishte shumë mirë që të vinte. Përgjigja e Bakerit ka qenë që është kohë fushate, nuk besoj se do të ketë kohë presidenti, por unë do t'ja përcjell. Edhe Rama kur ka ardhur herën e parë si kryeministër, sipas vëzhguesve dhe informacioneve që kemi, nuk e provoi dot, ka takuar Lavrov. Në këto ndalesat e shumta që Rama ka bërë në Amerikë, natyrisht qendra ka qenë Sorosi. Sponsori i fitores të tij, sponsori i aksesit të tij, nuk ka pas shans zot që të shkruante te faqja editoriale në 97-ën e Rama, Edwin Rama, edhe dikush tjetër. Thjesht të sponsorizuar. A do të takoj Sorosin këtë radhë? Do të takoj e shoqja e Kamala Harrisin, librin e të cilës i shkruajti hyrje?
do takoj me Hillary Clinton, apo thjesht janë pazare me Kushner. Unë personalisht, si shqiptar, por dhe si shqiptar amerikan, do të dëshiroja që zoti Rama takonte zyrtar amerikan. Në departament amerikan të shtetit, nuk ka rëndësi Rubio. Të dëgjoj, të shikoj se ku qëndrojnë amerikanët me Shqipërinë. Se fundit je kryeministri i vendit. Në qoftë se vjen për të parë një ndeshje NBA, për të shkuar për të takuar miq që t'i quan miq që nuk e di se si, nuk është serioze. Sepse të gjithë pastaj kemi drejt edhe të spekulojmë, e të themi Amerika nuk do, Amerika është distancuar nga ty, nuk të kanë mbyllur dosjet. Se problemi është, por e kam thënë disa herë, dosja me Ganigu ka dy aspekte. Lidhjen me Rusin, për këtë dënë është dënë urdhër që të hapet, ndërsa lidhjet që ka pasur edhe me Ramën, me korrupsionin, me Nezën, këto janë mbyllur me dy seanca gjyqësore dhe këtu nuk mund të dënohesh dy herë për të njëjtin gjë. Dosja është masive. Amerikanët kanë dosje për të gjithë liderit. E kam thënë që sa herë vjen këtu, gjithkush që është i huaj, ajo zyrë që dikur drejtohet nga Meganigal dhe ka detyrë ligjore të mbikëqyrë për gjojë ku shkon, ç'flet. Ky vend kështu ekziston. Dhe një nga rolet më të mëdha është Këshilli i Sigurisë Kombëtare. E kam idenë se si ka funksionuar nga ambasadori Bolton, i cili ma ka shpjeguar, por administrata aty ka qenë shumë e fryrë, 400. Ai që mbahet si truri i Këshillit të Sigurisë Kombëtare është Brankov, i presidentit Bush, plakut, mbas Kissingerit, i cili mori të dy postet, këshilltari i Sigurisë Kombëtare, pastaj dhe president, sekretari i shtetit, siç është Rubio, por Këshilli i Sigurisë atëherë ishte me 50 vet. Kur Clintoni erdhi, thuajse e dyfishoi, po prap Këshilli i Sigurisë Kombëtare ishte më pak se 100 vet. Me Obamën shkoi 400. Biden e shtoi. Ndaj, presidenti Trump ka drejta për gjysmoj. Problemi është që a do të jenë njerëz të aftë, apo do të jenë sklever, si që të zoti Trump. Në intervistat për sekretarë të departamentesh, mos u çuditni, të gjithë kanë kaluar tek Donald Jr. Dikur i merrte në pyetje Kushner, është spastuar Kushneri. Dhe pyetja e parë ishte që a je mbështetës 100% i Magës? Po, marrim rastin e sekretarit Thesarit, i cili njihet Sorosisë, partner me Sorosin gay. Dhe pyetja e dytë është që a do të bësh gjithmonë atë që do të thotë presidenti Trump? Po. Problemi është që Besant, sekretari Thesarit, në letrën që ka shkruar të fundit kur është larguar nga hedge fundi që kishte me Soros, është kundër tarifave. Është reganian. Tani po bën të kundërtën. Ose rasti Rubios, si sekretar shteti. Nuk mund të dalë Rubio kundra bosit ti, sepse Rubio synon që të jetë presidenti i ardhshëm, por nga ardhës J.D. Vance. Elon Musk mbështeti J.D. Vance. Elon Musk ka qenë ofenduar shrarës ndaj Rubios në mbledhjet të kabinetit. Rubio ka kundërshtuar. Rubio ka ruajtur klasë. E rëndësishme ka qenë telefonata me presidentin kinez Xi, duket se do të ketë marrëveshje. Është shfrytzuar Bill O'Reilly, i cili ka shkuar në Kinë, ka dërguar mesazhin. Kina, Xi është shumë herë më i zgjuar se Putin. Putini e di që forca ushtarake e Rusisë mbas kësaj lufte pa sens të provokuar pa logjik është 50% më pak. Ushtria e Ukrainës është nga 4 ushtrit më të forta në Europë. Mbas ushtrisë Turqisë vjen ajo Finlandës që ka rreth 900.000, 990.000 forca aktive, vjen Ukraina, e armatosur deri në vend. Provokimet e Ukrainës ndaj Rusisë, duke treguar që unë godas kudo, e kanë bërë më të vështirë idenë e një paqe, po prap nuk është ai fundi botës
lufta tretë botërore, kërkojnë të provokojnë zotin Trump. Deri tani Trump vazhdon me qetësi. Nuk po kalon dot atë beautiful bill, ligjin që kalon përmes Senatit dhe Kongresit, dhe këtu filloi betejë midis Muskut, i cili shikon që presidenti Trump do ta shtojë dhe 2 trilion uhan kombëtare në qoftë se ky bill kalon. A e ndalon dot Musk billin pra ligjin? Unë them se jo. Trump ende sundon magën, Kongresin dhe Senatin. Aprovimi i tij në këto 4 muajt e parë, mos i duket abi është më mirë se Bushi, Obama edhe Clinton. E çuditshme, amerikanët besojnë tek Trump, edhe pse flet duket si idiot, si budalla, siç e portretizon e Majta, por suksesin më të madh e ka me kufirin që e ka vullosur. Problemi është me tarifat. Mbas bisedës me kinezët, duket se gjithçka do të shkojë sipas platformës së tij. Kontrollohet tërësisht nga projekti 2025 i Heritage Foundation. Fakt. Dhe në këto kohë kur problemi është Ukraina, kur është Gaza dhe kur del kjo luftë e madhe, interesi bie për vendet vogla si ne. Natyrisht që në politikën e jashtme, këtu si të majtët djathët janë bashkë. Do të dëshiroja që edhe ne në Shqipëri, në politikën e jashtme, të ishin bashkë. Kudo në Shqipëri.